Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Arlinda Sejda. Mirëmbrëma të nderuar shikues, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Për fillim shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Mustafa i përjashton zgjedhjet e parakohshme, thotë se zgjedhjet do të mbahen tek në vitin 2018. Qytetarët mbështesin qëndrimin e Pacollit, nuk duan president të pazareve. Në Kosovë është licencuar vetëm një institucion financiar nga Serbia, BÇK-s i njihet autoriteti në veri. Pjesëmarrje e vogël në ditën e veteranëve, mungojnë liderët. Përkundër përpjekjeve të opozitës për të bllokuar jetën institucionale, qeveria e Kosovës pretendon se ja ka dalë suksesshëm ta përmbyll vitin 2015. Kryeministri Isa Mustafa thotë se qeveria e ka përmirësuar mirëqenien sociale të qytetarëve. Megjithatë, edhe vet i ka përmendur sfidat me të cilat është ballafaquar gjatë këtij viti. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u ka bërë të qartë partive opozitare se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje dhe se zgjedhjet do të mbahen në vitin 2018. Duke prezantuar punën njëvjeçare të qeverisë, të cilën ai e drejton, Mustafa tha se kanë arritur të përmbushën të gjitha obligimet përkundër përpjekjeve të opozitës, që siç u shpreh ai, ka bllokuar punën e kuvendit dhe ka sulmuar fizikisht anëtarët e qeverisë. I pari i ekzekutivit tha se brenda këtij viti kanë arritur të përmirësojnë dukshëm mirëqenien e qytetarëve, kanë arritur të sigurojnë buxhetin për transformimin e FSK-s në forcat e armatosura, si dhe kanë nënshkruar MSA-n. Ndërsa sa i përket liberalizimit të vizave, Mustafa u shpreh sigurt që qytetarët e vendit në vitin 2016 do të lëvizin lirshëm. Neve na kanë mbetur edhe disa prej rekomandimeve, mos them tani kritere, sepse janë vetëm pjesë kritere, për arsye se është vlerësuar që pjesërisht janë përmbushur për jo tërësisht që ato të përfundojnë. Unë kam pas takime me gjithë përfaqësuesit e institucioneve dhe i marrë vesh që ne deri në fund të gjysmës së janarit ta njoftojmë Komisionin Evropian, përkatësisht Bashkimin Evropian, për gjitha masat që ne kemi ndërmarrë për plotësimin edhe të këtyre rekomandimeve dhe unë mendoj se nuk do të mbetet asgjë pastaj në anën tonë, por mbetet vetëm çështja e vullnetit politik të Bashkimit Evropian për dhënë rekomandimin për liberalizim të vizave. Qeveria e Kosovës sipas tij ka treguar lidership të fortë dhe ka marrë vendime jo të lehta, duke përmendur miratimin e ndryshimeve për themelimin e gjykatës speciale, si dhe marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mustafa përgëzoi qytetarët e Kosovës për pjekurinë e treguar, ndërsa shtoi se opozita nuk e ka përkrahje në tyre. Dorëheqje do t'jap opozita. Jo dorëheqje nga kuvendi, por dorëheqje nga dhuna edhe nga hudhja e gazit lotësjellës në kuvend, sepse do të hiqet dorë nga ajo për arsye se në një vend demokratik askush s'ka drejt që të shkel ligjin, edhe që të përdorë armët dhe mjetet e dhunës për të imponuar një vullnet politik. Nuk e kemi mendje as të japim dorëheqje, as shkojmë zgjedhje, sepse zgjedhjet do të marrë në vitin 2018, është një koalicion shumë i fortë, është shumë stabil, është demokratik, bazohet në votën e qytetarëve edhe në vullnetin e qytetarëve të Republikës Kosovës. I pyetur nëse është këshilluar nga këshilltarët e tij para se të nënshkruajë marrëveshjen e 25 gushtit, Mustafa tha se suksesi më i madh i kësaj marrëveshje është që Brukseli dhe Serbia janë pajtuar që arbitri i cili vendos për këtë çështje do të jetë kushtetuesja. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, punësimi, integrimi i Kosovës në mekanizmat evropian, përmirësimi i gjendjes në arsim dhe shëndetësi janë prioritetet e qeverisë Mustafa. Të paktën këto kritere janë vendosur në planin vjetor të punës për vitin 2016 të kësaj qeverie. Qeveria e Kosovës ka miratuar planin vjetor të punës për vitin 2016. Ministri i Punës dhe Mirëqenie Sociale Arban Abrashi ka prezantuar para anëtarëve të kabinetit qeveritar këtë plan vjetor, përmes të cilit tha se qeveria specifikon masat për arritjen e prioriteteve të qeverisë. Në mënyrë më specifike, aktivitetet prioritare ku do të orientohet puna e qeverisë gjatë vitit 2016 janë: zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, sundimi i ligjit të shtetit së drejtës, agenda evropiane dhe politika e jashtme, arsimi, shkenca, kultura, sporti dhe zhvillimi rinor
dhe shëndetësia moderne. Punën e qeverisë me tone pozitive e kanë vlerësuar edhe dy bartësit kryesor të saj. Mustafa dhe Thaçi thanë se përkundër sfidave kanë bërë punë të mirë, ndërsa u zotuan se do të angazhohen fuqishëm që viti në vijim të jetë edhe më i suksesshëm se viti që po e lëm pas. Në këtë mbledhje qeveria miratoi edhe propozim rregullorën për njojën e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Po ashtu antarët e kabinetit qeveritar kanë votuar edhe për kriteret për lëshimin e certifikatave të shtetasve të Kosovës, të cilët kanë marrë diploma universitare nga Universiteti i Mitrovicës së Veriut. Këtë vendim e mirëpritje dhe zëvendës kryeministri Branimir Stojanović. Në këtë mbledhje, e cila ishte e fundit për këtë vit, qeveria miratoi edhe një sër propozim vendimesh. Vetëm 47 projekt ligje nga 138 gjithsej janë miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015. Këto të dhëna u bën të ditura nga Instituti Demokratik i Kosovës në konferencën përmbyllëse për vitin 2015. Kuvendi i Kosovës gjatë vitit 2015 ka miratuar 47 projekt ligje nga 138 sa ishin planifikuar dhe me këtë e ka përmbushur vetëm 34% të agjendës së përgjithshme legjislative. Nga ligjet e miratuara, 13 kanë qenë ligje të sjellura për plotësim nga qeveria. Këto të dhëna u bën të ditura nga Instituti Demokratik i Kosovës në konferencën përmbyllëse për vitin 2015. Sipas KDI-s, viti 2015 për Kuvendin e Kosovës është karakterizuar me polarizime të skajshme ndërmjet pozitës dhe opozitës. Madje kundërshtimin nga opozita i marrëveshjes për asociacionin dhe demarkacionin kanë krijuar krizën më të madhe politike në vend. KDI vlerëson se 3 mujori i parë i punës së kuvendit është shoqëruar me dinamikë jashtëzakonisht të ulët të punës, pasi që është miratuar vetëm projekt ligji për buxhetin e shtetit, përderisa në pjesën e dytë të sesionit pranveror janë miratuar në lexim të dytë 16 projekt ligje. Është arritur që nga 138 projekt ligje të cilat janë paraparë në fillim dhe të cilat janë shtuar në ndërkohë, të miratohen vetëm 47 ligje, apo në përqindje 34%. Për Institutin Demokratik të Kosovës ka qenë e papranueshme prania e policisë në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës. KDI konsideron se sigurimi ka dështuar për të parandaluar futjen e gazit lotjellës në sallën e Kuvendit nga opozita. Opozita përmes përdorimit të gazit lotjellës, përmes mjeteve të palejueshme ka penguar dhe bllokuar punën e Kuvendit, si dhe ka bojkotuar mbledhjet e komisioneve parlamentare. Për dallim nga kjo, seancat solene dhe ajo për ratifikimin e marrëveshjes për MSA nuk janë penguar nga deputetët e partive opozitare. Kjo është edhe një prej periudhave më të rënda në parlamentarizmin në Kosovë dhe seriozisht ka sfiduar funksionalitetin e vendit. Sipas Institutit Demokratik të Kosovës, për një vit kuvendi ka arritur të mbajë gjithsej 30 seanca plenare, 4 seanca solemne, 5 seanca të jashtëzakonshme dhe 5 seanca të veçanta. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka mirëpritur miratimin nga qeveria e Kosovës së projekt rregullorës për përcaktimin e procedurave për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ajo tha se miratimi i kësaj rregulloreje shënon një hap të rëndësishëm drejt ofrimit të përkrahjes institucionale dhe realizimit të drejtave të parapara me ligjet e vendit për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, duke u hapur rrugë procesit të njohjes dhe verifikimit. Presidentja Jahjaga shprehu vendosshmërinë për të vazhduar mbështetjen institucionale dhe shoqërore për të trajtuar me dinjitet të merituar të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Jahjaga shprehu bindjen që kjo vendosshmëri do të përcjell edhe hapat e mbetur drejt përmbushjes së plotë të gjitha të drejtave të parapara me ligjet e vendit dhe ndërmarrjen e masave të nevojshme për të garantuar rehabilitimin, riintegrimin dhe risocializimin e tyre. Zgjedhjen e presidentit përmes marrëveshjeve politike ka kundërshtuar ish presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli. E të këtij mendimi janë edhe qytetarët. Për Tribuna Channel, disa prej të anketuarve janë shprehur se presidenti duhet zgjedhur përmes votës së qytetarëve dhe jo me marrëveshje politike. Zgjedhja e presidentit të ardhshëm të Kosovës po pritet me jo pak kritika, qoftë nga njerëz të politikës, qoftë edhe nga vetë qytetarët. Zgjedhja e Hashim Thaçit në këtë pozitë, si pasojë e marrëveshjes së koalicionit PDK-LDK, është kritikuar ashpër nga ish presidenti Pacolli, i cili në emisionin në Republikë e ka quajtur këtë si një president të kontrabanduar.
Jo në këtë mënyrë, se është prap një prezident i kontrabandum, absolutisht, i kontrabandum, pa dëshiren e qytetarve dhe një prezident që vjen prej tregtisë mes dy partive. Qytetarët kanë përkrahur këtë mendim, duke thënë se zgjedhja e presidentit duhet bërë përmes votës së popullit dhe jo nga pazaret politike. Absolutisht jo. Është pazar politik. Është pazar me opinion, pazar me trupin elektoral. Një pazar i tillë është absolutisht i pa politikisht jo i moralshëm. Po, zgjedhja më e mirë është direkt prej popullit. Megjithatë, qytetarët shprehen se në secilin variant e duan një president që punon në interes të tyre. Unë mendoj që marrëveshja duhet të jetë pi popullit, mos zgjedh presidenti i ardhshëm i Republikës Kosovës. A ju prej marrëveshjeve mes partive politike? Pa, kështu mendoj unë, mendimi im. Nëse arrihet marrëveshja, kush do të jetë, është i popullit tonë, shqiptar, është krenari edhe kush do të vjen te ne. Zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës pritet të bëhet në muajin shkurt të vitit 2016. Ndërkohë, pretendenti për president ka thënë se ndihet krenar me partinë të cilën ai e drejton. PDK, sipas Hashim Thaqit, tash e një dekadë është partia më e konsoliduar dhe më e suksesshme në vend. Viti 2016 do t'jetë viti i liberalizimit të vizave dhe i transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura të Kosovës. Kështu ka thënë kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, në tubimin përmbyllës me strukturat e kësaj partie. Ai ka thënë se PDK-ja mbetet partia më konsoliduar dhe më fuqishme në vend. Tash një dekadë, Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të mbetet si partia me konsoliduar, me fuqishmja, me besimin më të lartë qytetar në Republikën e Kosovës, me vizionin më të qartë politik për shtetë ndërtim, për zhvillim, për krijim vende të punës, për rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve, për të ardhmen euroatlantike. Ky progres i vendit tonë në këto vite lidhet drejt për drejt edhe me rolin udhëheqës të Partisë Demokratike të Kosovës. Progresin e shtetit Thaçi e ndërlidhi drejt për drejt me kontributin e PDK-s. Vitin 2015 ai e ka vlerësuar si të suksesshëm, por në të njëjtën kohë dhe sfidues. Bes me shpresë, optimizëm dhe besim plot se edhe viti 2016 do jetë viti i vendimeve të rëndësishme për vendin tonë. Do jetë viti i liberalizimit të vizave, do jetë viti i themelimit të forcat armatosura të Kosovës, i zhvillimit ekonomik, i progresit, i rritjes së mirëqenies sociale të qytetarëve, do jetë një vit evropian për Republikën e Kosovës dhe fryma, energjia, kontributi i juaj do jetë i ndërlidhur drejt për drejt me çdo vendimarrje në Republikën e Kosovës. Kreu i PDK-s është kandidati vetëm deri më tani për president të vendit. Lëvizja vetëvendosje vlerëson se qeveria e Kosovës ka dështuar gjatë këtij viti në aspektin ekonomik dhe politik. Sipas saj, ajo dështoi edhe në luftimin e korrupsionit, pavarësisht shumë denoncimeve të opozitës. Nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje Driton Çaushi tha sot se qeveria ka dështuar si në politikën ekonomike, ashtu edhe në politikën e brendshme dhe të jashtme. Ai tha se kjo qeveri premtoi shumë vende pune, kurse qytetarët e saj ikën nga vendi për shkak të varfërisë. Ata patën premtuar 200.000 vende të punës, ajo që pam ishin 200.000 njerëz që ikën nga Kosova për shkak të varfërisë. Ata patën premtuar një ligj për strehçën si element kryesor strategjik për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe këtu dështuan. Ai tha se qeveria Mustafa pati deklaruar se fondi për sigurimet shëndetësore do të jetë gati në janar të 2016-s, ndërkohë situata në spitale e në klinika vetëm është përkeqësuar. Çaushi tha se kjo qeveri ka dështuar edhe në luftën kundër korrupsionit, duke shtuar se prokuroria e policia nuk e ka ndërmarrë asnjë aksion për kundër denoncimeve të shumta të opozitës. Dhe kemi parë edhe në të kaluarën se kur ka përpjekje për të shtypur opozitën, për të shkelur kushtetutën në dëm të ardhmes të Republikës Kosovës, qytetarët do të jenë gjithmonë në rrugë dhe nuk do të ndalen deri në realizimin e kërkesave të tyre dhe të opozitës, pra deri në largimin e kësaj qeverie që shkel
kushtetutën. Që u shishtoi se dështimi i qeverisë u dëshmua edhe nga gjykata kushtetuese. Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur që ndaj deputetëve të lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca dhe Aida Dërguti të caktohet masa e arrestit shtëpiak. Kjo masë do të llogaritet prej datës 30 dhjetor 2015 deri më 14 janar 2016. Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur kështu për shkak të dyshimit të bazuar se të njëjtit kanë kryer veprat penale. Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm dhe pengimi i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Për të njëjtit, gjykata bën të ditur se nuk e kanë respektuar masën e sigurisë paraqitje në stacion policor. Ndërkaq dy deputet të tjerë të lëvizjes vetëvendosje, Ismail Kurteshi dhe Fisnik Ismaili, gjykata themelore ka vendosur t'i lirojë ata për shkak se prokurori nuk ka propozuar vendimin e masës së sigurisë ndaj tyre. Ndaj tyre, gjykata kishte caktuar masën e paraburgimit deri më 30 dhjetor 2015. Në Kosovë aktualisht është e licencuar vetëm Banka Komerciale e Beogradit si institucion financiar. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Bedri Hamza, thot për Tribuna Channel se institucioni që ai drejton ka shtrirë autoritetin në gjithë vendin, por njohësit e rrethanave ekonomike në vend nuk e pohojnë një gjë të tillë. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Bedri Hamza, thot se në bashkëpunim me institucionet e tjera të rendit dhe sigurisë, kanë pamundsuar punën e institucioneve financiare jo legale që kanë funksionuar në Kosovë. Guvernatori Hamza thot për Tribuna Channel se institucioni që ai drejton ka shtrirë autoritetin e saj në të gjithë Kosovën, përfshirë pjesën veriore të vendit. Nëse ka aktivitete tjera nga ndonjë subjekti pa licencum, ne kemi marrë veprimin bashkarisht edhe me institucionet përgjegjëse për zbatimin e ligjit me qëllim që t'i pamundsojmë këto aktivitete. Por, sipas njohësit të rrethanave në fushën e ekonomisë Ibrahim Rexhepi, Banka Qendrore e Kosovës nuk ka fuqi ekzekutive që në mënyrë të detyrueshme të shtrijë ndikimin apo pushtetin në tërë territorin e Kosovës. Rexhepi tha se këtë mund ta bëjë në bashkëpunim me institucionet e tjera të pushtetit. Sipas tij, Banka Qendrore e Kosovës ka përgjegjësi për organizimin, kontrollimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare. Rexhepi thotë se BQK-ja duhet të kenë në vëzhgim edhe pjesën veriore të vendit. Ajo ka licencuar një subjekt financiar që vepron në këtë anë, por nuk do të thotë se ka mbaruar punët. Duhet të bashkangjiten në luftën kundër informalitetit, madje në fushën financiare të jetë prijise. Por duhet pasur parasysh se ky është edhe problem politik, për të cilën negociohet në Bruksel, njësoj si për ujin rrymën Telekomin, është shprehur Rexhepi. Policia e Kosovës së bashku me Bankën Qendrore dhe Administratën Tatimore të Kosovës në korrekt të këtij viti kanë bërë kontroll në 2 institucione financiare, pjesë e Jugobankës nga Serbia, që ushtronin aktivitetin e tyre në Graçanicë dhe në Mitrovicën e Veriut, pa licencë të vlefshme të lëshuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, aktualisht në Kosovë ka institucione të licencuara që vijnë nga Serbia, siç është Banka Komerciale e Beogradit, e cila ka licencë të vlefshme nga BQK-ja, dhe ajo ushtron veprimtarinë si dhe kryen të gjitha funksionet duke respektuar legjislacionin në fuqi të Kosovës. Inspektoriati Policor i Kosovës ka bërë të ditur për qytetarët e Kosovës, institucionet vendore dhe ndërkombëtare se sot ka filluar punën zyra e Inspektoriatit Policor në Mitrovicën e Veriut. Inspektoriati thotë se kjo është zyra e tretë rajonale që është hapur brenda këtij viti pas hapjes së zyrave në Gjilan dhe Prizren. Kryeshefi ekzekutiv i Inspektoriatit Policor Fitim Shishani u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që ta shfrytëzojnë këtë zyrë për realizimin e të drejtave të tyre. Zyra e IPK-s ndodhet në rrugën Mbreti Petër dhe nga sot do të jetë e hapur për të pranuar ankesat e qytetarëve çdo ditë pune nga ora 9 deri në orën 15. Vonesa e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, bizneseve ju ka kushtuar 300 milion euro. Këtë ka deklaruar Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci gjatë konferencës përmbyllëse të vitit 2015. Ndër sukseset e tjera i ka përmendur edhe të arriturat në sektorin e teknologjisë informative. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci gjatë konferencës përmbyllëse për vitin 2015 ka thënë se kapacitetet e reja energjetike kanë rëndësi të madhe për bizneset, të cilat për shkak të mungesës së rrymës kanë humbur deri në 300 milion euro. Që si rezultat i mos furnizimit me energji elektrike të rregullt,
bizneset kanë humbur deri në 300 milion euro. Në anën tjetër, me këtë projekt, të cilin ne kemi bërë në këtë marrëveshje, qeveria nuk do të kontribuojë me asnjë cent. Pra është investim puro i huaj, privat. Sipas tij, ndërtimi i termocentralit të ri 500 MW nuk do të ketë kosto për buxhetin e shtetit, por ai e ka pranuar se ndikimet në koston e rrymës nga termocentrali Kosova e Re do të jetë në masën 28%. Ai ka bërë të ditur se Kosova e Re do të ndërtohet pa kapital të investuar nga shteti, derisa lokacioni do të jetë në afërsi të termocentralit Kosova B në Obiliq, i cili do të ketë një blok me kapacitet prej 500 MW orë energji elektrike. Ndër sukseset të tjera të kësaj ministrie, Stavileci ka përmendur edhe sektorin e teknologjisë informative, ku sipas tij është bërë punë mirë. Ndërkëtë zëvendës ministre e zhvillimit ekonomik Besa Zogaj Gashi ka folur rreth punësimit të femrave nëpërmjet teknologjisë informative. Ajo ka theksuar se papunësia në vend është 42%, ndërsa numrin më të madh të papunëve e përbëjnë gjinia femërore. Sot u shënua dita e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por ndër të kësaj dite u ndan edhe disa mirënjohje për dëshmorë dhe veteranë të luftës. Por organizimi i kësaj dite u kritikua nga pjesëmarrësit për shkak të numrit të vogël të pranishmëve. Aty nuk u pan liderët e shtetit. U shënua dita e veteranëve e cila parashitet me ligjin për veteranët e luftës. Data 30 dhjetor njihet si dita e veteranit pasi me këtë datë në vitin 1991 është sulmuar për herë të parë shtëpia e komandantit legjendar Adem Jashari në Prekaz. Në emër të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, në këtë manifestim simbolik, poli zëvendëskryetari Xhavid Dauti. E po shëndashuan çdo ditë. Ushtria jonë është ushtri çlirimtare. Qëllimi ynë ishte çlirimi nga okupatori dhe liria e atë dheut. Për ndër të ditës së veteranëve u ndanë edhe disa mirënjohje për dëshmorin Ilas Kodra, Fadil Kodrën, Zenon Kodrën, Vesel Selimin, Sahet Jasharin dhe Kastriat Hoxhën. Por kjo ditë nuk u shënua në mënyrën më të mirë. Përveç numrit shumë të vogël të pjesëmarrësve, aty nuk ishte i pranishëm askush nga institucionet e Kosovës. Muharrem Xhamali, ish kryetari i OVL-s së UÇK-s, kritikoi organizatorët e kësaj ngjarje e me të edhe institucionet e vendit. Ju bëj thirrje bashkëluftetarëve të me komandantëve, kudo që janë, që mos të bëjnë gara, se cila zonë ka pas më shumë e cila më pak, mos të bëjnë gara politike dhe të bëjnë manipulimin me listat e veteranëve dhe të kushtin njerëz të cilët asnjëherë nuk kanë qenë në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe janë bosat veteran. Xhamali kërkoi edhe ndalmi manipulimin e pagesave për veteranët dhe kërkoi që të bëhen pagesat për të gjithë barabartë. Pran Marashi, anëtari i Këshillit të OVL-s, tha se shteti duhet të organizojë këtë datë, por sipas tij ata nuk po e bëjnë këtë për shkak të neglizhencës. Kanë prioritete tash, i kanë thënë ndoshta edhe fundi vitit edhe janë duke përgatitur për darka dhe drekat e tyre të bujshme siç e kanë tradit. Xhavdet Çeriçi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e veteranëve të UÇK-s, tha se kjo nuk është hera e vetme ku institucionet nuk po merren fare me veteranët e luftës. Qysh për përfundimin e luftës deri më sot kemi 10 raste të veteranëve të cilët kanë bën vetvrasje, askush nuk është kujdes për familjet e tyre, nuk është kujdes për strehimin e veteranëve të luftës, janë marrë me më tepër janë kujdes për ata të cilët kanë bën krimin në Kosovë. Çeriçi shtoi se veteranët janë shumë të dëshpëruar me institucionet e vendit, pasi atyre po u bën padrejti jo vetëm nga vendorët, por edhe nga ndërkombëtarët. Institucioni i Avokatit të Popullit në takimin e fundit për këtë vit ka prezantuar progresin në zbatimin e rekomandimeve nga autoritetet në mas prej 50% në 6 mujorin e dytë të këtij viti, në krahasim me 11% të zbatimit të rekomandimeve në 6 mujorin e parë. Hilmi Jashari ka prezantuar edhe pritjet për vitin 2016. Institucioni i Avokatit të Popullit si vjet ka mbushur 15 vjet së funksionuari. Hilmi Jashari ishte njëri nga ata që filluan punën në këtë institucion nga dita e parë. Aktualisht Jashari është në krye të këtij institucioni, për të cilin thotë se është përqendruar në ngritjen e besimit, rritjen e nivelit të zbatimit të rekomandimeve dhe fuqizimin e këtij institucioni. Në takimin e fundit të këtij viti, ai paralajmëron për intensifikimin e bashkëpunimit me mediat, shoqërinë civile dhe me institucionet publike, në funksion të promovimit e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njerëzit, zbatimit të ligjshmërisë, transparencës dhe llogaridhënies. Në një standard të quaj i përshtatshëm për ombudsman konsiderohet realizimi mes 80 dhe 90% rekomandimeve dhëna. Kjo është një standard që vlen për shumicën e vendeve në Këshillin e Evropës. Pasqyra e të dhënave preliminare të statistikave të institucionit të Avokatit të Popullit
për vitin 2015, tërheq edhe një herë vëmendjen se respektimi të drejtave dhe lirive të njeriut vazhdon të mbetet çështja sfiduese për autoritetet publike në vend. Funksionimi i sistemit të drejtësisë, ashtu siç edhe ofrimi i shërbimeve administrative efektive, mbeten fusha ku do të kërkohet vëmendje veçantë. Sipas zëdhënëses së këtij institucioni Majlin Lulaj, është sinjal pozitiv progresi në zbatimin e rekomandimeve nga autoritetet në mas prej 50% në 6 mujorin e 2 të këtij viti, në krahasim me 11% të zbatimit të rekomandimeve në 6 mujorin e parë. Që edhe kjo është një ngritje në kuptimin me vitet parafrake. Aty u tha se të drejtat e njeriut kanë qenë parem udhërrëfyes dhe çështje qendrore e ndryshimeve në këtë vend, dhe si të tilla, ato duhet të vazhdojnë të prijnë në forcimin e demokracisë dhe shtetit dhe fuqizimin e sundimit të ligjit. Komuna e Prishtinës ka organizuar koncert festiv për natën e 31 dhjetorit, i cili do të mbahet në sheshin Nën Tereza. Pjesë e ndezjes së fishek zjarreve do të jetë edhe kryetari Shpend Ahmeti. Edhe këtë vit, qytetarët nga i gjithë vendi do i kenë mundësinë që natën e ndrimit të motëv ta presin në sheshin e Prishtinës. Komuna e Prishtinës tashmë ka aranjuar këngëtarët që do të jenë pjesë e koncertit festiv, i cili do të mbahet në shesh në datën e 31 dhjetorit. Shefja kabinetit të kryetarit Shpend Ahmeti, Fitore Pacolli, ka treguar se organizimi i koncertit është në vazhdën e tregut të fundvitit dhe organizimeve tjera të komunës. Komuna e Prishtinës ka përgatitur tregun e vitit të ri, pra sot kemi në shesh një numër të madh të tregtarëve dhe të shitësve që shesin produkte të ndryshme ushqimore, ku qytetarët mund të vizitojnë sheshet dhe të provojnë këto produkte, ndërkohë që gjatë natës së vitit të ri, me datën 31 dhjetor, kemi përgatitur një koncert i cili do të fillojë nga ora 5 dhe do të kemi muzikë deri në orën 2 pas mesnate. Kemi këngëtarë të zhanreve të ndryshme. Pacolli ka bërë të ditur se pjesë e festimit në shesh do të jetë edhe kryetari i komunës Shpend Ahmeti. Në fakt, ai pritet të marrë pjesë në ndezjen e fishek zjarreve. Po ashtu edhe do të ketë fishek zjarre, do të jetë pritja e vitit të ri në shesh. Ne punëtorët e komunës së bashku me kryetarin do të jemi në shesh, do ta presim së bashku me qytetarët e tjerë. Po ashtu do të ketë edhe organizime tjera të cilat ka organizuar Drejtoria e Kulturës. Pacolli ka treguar se pret që në natën e vitit të ri në shesh të jenë një numër i madh qytetarësh, pasi që sheshi tashmë është shndruar në një vend festiv. Ndonse në muajin e kaluar, institucionet e sigurisë kanë bërë thirrje që të shmangën tubimet publike, një gjë e tillë nuk do të vlejë për natën festive. Baki Kelani nga Policia e Kosovës ka thënë përmes telefonit se institucionet e rendit kanë menaxhuar mirë edhe me tubimet e tjera të mbajtura në qendra të ndryshme të vendit. Kështu që rrjedhimisht kjo nuk paraqet më problem. Sot ju dha lamtumira e fundit studiuesit të njohur shqiptar Isa Bajqinca, i cili ndroi jetë mbrëm në moshën 75 vjeçare. Para varrimit të të ndjerit u mbajt një mbledhje komemorative në Fakultetin Filologjik në Prishtinë, ku morën pjesë kolegë, familjar, student e miq. Me këtë rast u nderua dhe u vlerësua puna dhe kontributi i Bajqincës që dha në gjuhën shqipe. Rektori i Universitetit të Prishtinës, Ramadan Zejnullau, ndër të tjera u shpreh se profesori Bajqinca ka lënë një trashëgimi shumë të madhe, e cila do t'i takojë edhe brezave të ardhshëm. Telegram ngushëllimi në adresë të familjarëve të ndjerit kanë shkuar edhe nga krerë të lartë të vendit. Vdekjen e Bajqincës e cilësuan si humbje të madhe për dijen shkencore dhe kulturën shqiptare. Isa Bajqinca ishte ligjërues në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës dhe autor i shumë librave shkollor. Ai njihet si gardiani më i fuqishëm i gjuhës së unisuar shqipe. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Policia turke ka arrestuar 2 persona të dyshuar si pjesëtar të grupit Shteti Islamik në lidhje me një komplot të supozuar për të sulmuar 2 vende ku do të festohet viti i ri në Ankara, ka njoftuar zyrtarët të mërkurën. Policia ka konfiskuar jelek me eksploziv gjatë një bastisje në kryeqytetin turk, kanë bërë të ditur mediat lokale. 2 të arrestuarit në Ankara kanë hyrë në Turqi nga Siria, ka raportuar agjencia Anadolu, duke cituar prokurorët e vendit. Më shumë se 100 njerëz janë vrarë në një sulm vetvrasës me bomba në Ankara në tetor,
faji për të cilin ishte ngarkuar militantëve të ISIS-it. Edhe policia belge ka arrestuar së fundmi 2 persona të dyshuar për planifikim të sulmeve terroriste në Bruksel gjatë natës së ndërrimit të viteve. Marina iraniane ka kryer javën e kaluar teste raketore afër luftanijeve amerikane dhe anijeve të tjera tregtare në ngushticën e Hormuzit, ka bërë të ditur ushtria amerikane. Testet rrezikojnë të shkaktojnë tensione të reja ndërmjet 2 vendeve pas marrëveshjes së tyre historike bërthamore. Irani ka lëshuar disa raketa të pakontrolluara afër 2 anijeve amerikane dhe një frigate franceze, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë amerikane Kyle Rains. Testet kanë qenë tejet provokuese, ka deklaruar komandanti Rains. Ngushtica e Hormuzit është një rrugë ngushtë detare ndërmjet Iranit dhe Omanit, nëpërmjet së cilës kalon 1/3 e naftës së botës. Ajo po ashtu është rrugë vendimtare për anijet e angazhuara në luftën kundër grupit Shteti Islamik. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Para se të ndahemi, ju ftojmë sonte të ndiqni emisionin Republika të drejtuar nga Dardangashi. I ftuar është kryetari i AKR-s dhe ish presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli. Intervistën mund ta ndiqni në orën 20:45 minuta. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju falemnderit për vëmendjen tuaj, vazhdoni të qëndroni me Tribuna Channel.